Selimi kishte aftësinë dhe informacionin për të drejtuar sjelljen e varësve të tij. Dhe ai ndërmori hapa për të hequr dikë si komandant Drini, por jo dikë si Sulejman Selimi, i cili ishte emëruar nga Recep Selimi dhe shtabi i përgjithshëm vetëm për të kryer krime me njerëzit e tij në Likoc. Recep Selimi nuk bën asgjë për të ndaluar kushërinë e tij Sulejmanin dhe provat për praninë e Recepit në mesin e të ndaluarve të keq trajtuar në Likoc i dha atij edhe më shumë informacion për të ndërhyrë. Por Drini u hoq dhe Sulejmani u bë komandant i përgjithshëm. Mekanizmi i llogaridhënies është komplet i kryer mbrapsht. Dhe kjo është e bërë në mënyrë të qëllimshme. Keni dëgjuar për punën e Recep Selimit në gjithë Kosovën për të mbikëqyrur dhe për të zbatuar mes të tjerave dhe politikën kundër kundërshtarëve. Por le të fillojmë tani me deklaratat e Recep Selimit dhe intervistat e tij nëpër media. Është rrallë të shihet një dosje përfundimtare ku mohohen gjëra që vetë klienti ka thënë, pra mohohen nga mbrojtja e tij. Recep Selimi prezantonte paraqiste një version të romantizuar të UÇK-s në paragrafin 57. Ata flasin për egzagjerime që janë pjesë e brendësishme që nësishme e komenteve të tij publike. Dhe këto është në paragrafin 327. Intervista e tij Zërit, e dhënë Zërit në tetor të 99-sh, shpjegohet dhe largohet në shmangi, pra në paragrafin 59, si diçka që është asgjë më shumë se sa mbështetje thashë themeve. Ajo që mbrojtja e Recep Selimit pranon është gjërat që Selimi thot lidhur me UÇK-n ilustrojnë aftësinë e tij për të kontribuar në krimet për cilat akuzohet. Ne pranojmë se deklaratat e Recep Selimit dhënë ZPS-s dhe medjave duhet të vlerësohen me kujdes, megjithatë nuk ka bazë për t'i hedhur poshtë ato menjëherë dhe në tërësi. Përkundër, në të kundërt, një vlerësim i kujdesshëm tregon konfirmim, domethënë në shkallë të gjerë të pikave relevante të shumta. Fillojmë me një shembull të drejtë për drejtë. Sulmi i koordinuar ndaj stacioneve të policisë i shtatorit 97-s pasqyrohet në komunikatën 36. Mbrojtja e Selimit përshkruan të komunikat si një shembull klasik i propagandës. Po citoj në paragrafin 304 të dosjes së tyre. Por pse? Recep Selimi ishte jashtëzakonisht i qartë se ai planifikoi këtë sulm, siç mund ta shihni këtu, në intervistën e tij dhënë Zërit. Vendosëm të koordinonim sulmet tona, siç ishte edhe rasti me 14 sulmet e datës 11 shtator 1997. Unë isha përgjegjës për koordinimin e këtyre sulmeve, isha përgjegjës për këtë operacion në nivel të Kosovës, së bashku me shokët e tjerë, por kam patur rol udhëheqës në koordinimin e këtyre sulmeve. Sulejman Selimi konfirmoi pjesëmarrjen e tij në të njëjtin sulm, në T-24-927 deri në 24-928, dhe mbrojtja e Selimit nuk bëri pyetje këtij dëshmitari. Vetmja gjë e egzageruar këtu është pretendimi për egzagerim. Recep Selimi u caktua përgjegjës për goditjen të koordinuar më të madhe që UÇK-ja kishte bërë deri në atë pikë. Dhe komunikata 36 pasqyron këtë sulm. Ai pastaj është personi që flet në paraqitjen e parë publike të UÇK-s më vonë në 1997-ën, tregues nga koha, periudha kohore para këtë akuzës konfirmoi rëndësinë e Selimit. Selimi vepron përmes pozitave që ai mban gjatë periudhës mbuluar nga këtë akuzë për të bashkëndarë qëllimin e përbashkët kriminal dhe për të kontribuar atij. Këtë mund ta shihni në gjuhën që ai përdor, edhe përpara që të shikoni atë duke rrahur një të ndaluar me një tub plastik dhe duke marrur pjesë në kryerjen e krimeve të tjera.